Prishtina është bërë piknisja e një projekti të rëndësishëm 4 vjeçar për barazinë gjinore në sport, pas mbledhjes së Komisionit Gratë dhe Sportit të Komitetit Ndërkombëtar të Lojrave Mesdhetare që po mbahet në kryeqytet. Zëvendës presidentja e këtij komisioni, Rejhan Halili, bëri të ditur për Kosova Press se ky projekt afatgjatë synon të promovojë dhe të forcojë barazinë gjinore në sport në të gjitha vendet anëtare të ICMG-s. Sipas saj, takimi në Prishtinë shërben për të diskutuar pikat kryesore dhe hapat e implementimit të këtij plani ambicioz. Prandaj sot jemi mbledh këtu dhe kemi filluar një projekt që do të zhvillohet në një afat të gjatë 4 vjeçar. Do me thonë është barazia gjinore në sport në vendet anëtare të ICMG-s. Këtu janë prezent të gjitha anëtarët e komisionit, një pjesë është online dhe të tjerat janë prezent, dhe jemi duke biseduar, duke shku në për projektin dhe pikat kryesore që do të implementohen në projekt. Halili theksoi se suksesi i jashtëzakonshëm i Kosovës në sportin e grave, veçanërisht në judo, ka krijuar një formë të diplomacisë sportive që po lehtëson punën e zyrtarëve të sportit kosovar në arenën ndërkombëtare. Duke pas parasysh sportistët tona të orta, të judos, Majlinda, Distria, Nora, Laura, ato të cilat po na shkëlqejnë në arenën ndërkombëtare, morë parasysh se Distria veç në ranku e para në botë, është një kënaqësi e madhe që ne po kemi çfarë të themi dhe është me të vërtet një privilegj që ato veç e kanë kriju një diplomaci që edhe neve po na lehtësojnë punën në për arenën ndërkombëtare. Do të thotë në momentin që i thu që je prej Kosovës, atëherë menjëherë e dim se flamuri juaj po ngritet në sportin e judos dhe unë shpresoj shumë që këtë vit të kemi shumë sportistë në lojra mesdhetare dhe të kthehemi me medalje të arta, të bronzta apo edhe të argjenta. Ndërsa Hanish Sausani, e cila vjen nga Libia dhe është njëra nga anëtarët e komisionit, deklaroi se është e befasuar me atë që ka parë në Kosovë, derisa shtoi se do të kishte dëshirë që të gjitha gratë në botë të arrijnë sukseset që i kanë arritur vajzat e Kosovës në sport. I'm really surprised in Kosovo that the women are doing great. When I came here and we talked together and in the community as well, I'm not surprised anymore because you have strong women here, a strong community, and the ladies are working so hard, and as well, not just the lady, and to be honest, even the head of the community, the president, and they have very good support. They give him the power to work. So and they are right. So when you put a good president and a good worker, of course, you're not going to be surprised because only need when you have the idea, you need support. So when you get the support, that's all you need. The president and the vice president say they are very proud of the women that they have the medals, and I really wish all the girls in the world, all the women in the world, they get in the same mood and they do as good as Kosovo women. Rëndësi të veçantë këtij takimi i dha edhe prania e sekretarit të përgjithshëm të ICMG-s Jakovos Filiposis. Përkraja e tij për Kosovën u cilësua si shumë e madhe, ndërsa u theksua se ai ishte një ndër iniciatorët që kjo mbledhje të mbahej pikërisht në Prishtinë. Gjatë vizitës së tij, Filiposis solli edhe ftesa zyrtare për pjesëmarrjen e Kosovës në lojrat mesdhetare Taranto 2026.